çfarë do pasojë më tej. Jemi tek pyetja se cilat janë kritikat më të mëdha që ata kanë për forcën ku aderojnë dhe për leadershipin e partive të tyre. Nderuar, ju çfarë kritike keni për Partinë e Lirisë, për leadershipin, për mënyrën e organizimit, për listat? Për leadershipin vetëm në kushtet që është presidenti ynë Ilir Meta, që është i arrestuar, edhe ka bërë një sakrificë shumë të madhe duke dalë në lista hapur, por dhe duke mbajtur kontakte me gjitha strukturat e partisë, duke dhënë udhëzimet e tij dhe duke drejtuar partinë në fushat elektorale, në situatë shumë të vështirë, patjetër që konsideratat për të janë të mëdha dhe nuk mund të ketë kritika për të në këtë moment. Kritikat sigurisht shkojnë për organizimin, për strukturat, pjesë të cilave jam dhe unë, duke qenë në kryesi, duke qenë në sekretare përgjithshme. Zyrtar të Partisë Lirisë që nuk u bën pjesë të listave si pjesë e marrëveshjes, nuk ishin mundësit ishin shumë të pakta. Patjetër që po. Aktivistë të Partisë Lirisë prej vitesh që sot gjenden dhe punojnë për zotin Meta. Praktikisht për hir të marrëveshjes, mundësit janë të pakta dhe ne këtë e kemi pranuar. Marrëveshja është miratuar me vendim kryesie dhe me vendim KDK-je. Pra nuk mund të bëjmë ne kundërshti dhe kritik për një marrëveshje që kemi aprovuar vetë. Presidenti Ilir Meta nuk ka vendosur pa miratimin ton. Është marrë këshillimi ynë, kemi dalë me një vendimarrje të përbashkët dhe është vendosur që 4 kandidatë. 4 vitet e fundit atëherë. Kritik patjetër që kam. Dhe kam pasur her pas here. E kam dhe momentalisht për tani. Na duhet një organizim më i mirë, më intensiv, më shumë ritëm, më shumë kontakte me njerëzit, afrimi i më shumë figurave të reja, por ne jemi në situatën që në 2024 miratuam në konventën e 27 prillit statutin ton të ri, në të cilën vendosëm kriterin e meritokracisë, i cili realisht po praktikohet. Pra, tashmë çdo pozicion dhe çdo funksion po realizohet në bazë të kontributit të gjithë secilit. Ne dënuam nepotizmin dhe për të dhënë kështu dhe një shembull se si do të jetë administrata nesër. Pra si është partia sot, si funksionon sot në bazë të meritave, do të funksionojmë nesër në qeveri. Edhe më falë edhe diçka tjetër, nëse ka kritika për programin, unë kam pasur gjithmonë një sugjerim timin për programin e Partisë Lirisë dhe realisht është marrë dhe parasysh dhe dua të insistoj dhe në programin e Partisë Demokratike për mbështetjet personave me aftësi të kufizuara, të cilat janë një sër pikash dhe një sër mbështetje financiare që ne duhet japim në funksion të këtyre njerëzve të cilët kanë qenë realisht të lënë me njanë. Okej, Prençe, për Partinë Socialiste kritikat. Ju keni bërë betejë ndaj tyre, por tani duhet na thuash në një kritik. Patjetër që kritikat jam në fazën e mbledhjes të themi të kritikave ose të themi të ankesave të njerëzve. Si qytetar parë nuk jam marrë në politikë dhe absolutisht duke shkuar. Si qytetar në momentin që vetë ble bukën, në momentin që shkon në supermarket, shkon çmime më të shtrenjta, si qytetar, si familjar, ke disa gjëra. Ajo që shoh që duhet, patjetër që duhet të jemi më afër qytetarit, më afër realitetit, të zbresim me këmbë në tokë. Afër qytetarit. Por ajo çfarë doja të shtoja më erdhi një mesazh me qenë se të kuptoj njerëzit që jemi live, sepse pak përpara më përmendët të themi ndërhyrjet ose urgjencën e spitalit të Durrësit, që janë bërë vetëm në vitin 2024 93.392 vizita, urgjenca në banesa 10.900 dhe nuk dua t'i përmend të tjerat. Pra, qytetarët e Durrësit na shikojnë, e dinë se çfarë urgjence kanë, kështu që për te shifrave unë uroj që askush mos shkojë në dyert e urgjencës, por patjetër do të kuptoni edhe ku kemi qenë dhe absolutisht ka shumë për të bërë, por të mirë kuptojmë dhe të shohim edhe aty ku jemi. Edhe një ndërhyrje me që e përmend dhe mund vjen një mesazh që në nëntor të 2024-s nuk punojnë ashensorët dhe të somurit me barela dhe karroca mbahen në krah tek spitali i Durrësit. Kështu që gjithsesi nuk është për të qeshur, por realisht është një hall shumë i madh dhe çështja e shëndetit është shumë e rëndësishme. Absolutisht po. Zoti Mila, cili është projeksioni dhe objektivi që keni për 11 majin? Ju si Parti Socialdemokrate? Ne pretendojmë... Në sondazhe nuk shfaqeni, nuk dilni, kjo është çudia më e madhe. Tani unë po i them projeksioni, pastaj edhe shpjegimin që pse nuk dalim në sondazhe. Ne kemi një projeksion për të krijuar një grup parlamentar, që domethënë 7 të paktën. Nëse do marrim më shumë se aq, okay, do ishim shumë të kënaqur, po besoj se do shkojmë aty. Tek 7. Tani, po. Ndërkohë, pse nuk dalim ne në sondazhe? 7 mandate të shpërndara në cilët qarqe? Po tani,
mund të themi të paktën Shkodër dhe Tiranë me siguri. Pra në Tiranë mendoni sa mandate do merrni? Mund marrim 2, mund marrim 3, të shohim domethënë, por 3 mandate. Shkodra? Nga 2 deri në 3. Shkodra? Shkodra 2 besoj. 2 deri në 3 dhe Shkodra, po. Një Kukës ta zë Doshi? Po, të tjerat pastaj janë në disa qarqe të Shqipërisë ku ne pretendojmë. Dhe një mbetet nga Po, nuk është çështja edhe një mbetet, sepse ne mund të them Lezhë, mund të them Fier, mund të them Elbasan, mund të them Korçë, mund të them një numër qarqesh për këto, por thjesht ato që sigurisht nuk presim që të bëhen të gjitha këto që presim, por ama disa do bëhen. Prandaj po them që besoj të shkojmë tek shtata. Atëherë, pse nuk jemi në sondazhe? Pse nuk dalim në sondazhe? Ne dalim e pare punës tek kategoria tjetër. Pra, Kaca partia aty që dalin edhe Shqipëria bëhet, është Lëvizja Bashkë, është Koalicioni Euroatlantik. Shumë bukur. Ka ca parti që dalin edhe me 2%, ka që dalin edhe me 1%, dhe pastaj ka ca tjera që dalin tek 7-8% apo 9% apo 10%, thuhet tjetër. Se kush janë këto tjera, unë nuk e di, përveç se nëse jemi ne. Pra Partia Socialdemokrate. Po pse nuk e përmendin emrin njerëzit socialdemokratë që ta vendosin listë? Është faji i njerëzve që bëjnë sondazhin apo njerëzve që nuk e artikulojnë socialdemokratë? Ka një lloj karakteristike elektorati ynë. E para punës është një elektorat i cili voton për ne, por e ka pak vështirë që dali dhe të shprehet, pra edhe të ekspozohet pro partisë son, pro alternativës son. Po pse? Është atmosfera e frikës që zotëron. Po nga kush kanë frikë? Po nga kush mund të kenë thua ti? Nga marsianët jo. Besoj nga mekanizmat që përdoren për të shtrënguar njerëzit që, ose të paktën që i kanë friksuar, krijuar një lloj paranoje. Kanë frikë nga mekanizma i kanë dorë, besoj qeveria. Po pa diskutim qeveria. Kush do i ketë tjetër? Tani unë nuk po them. Kanë frikë nga qeveria apo nga opozita? Kanë frikë nga kushdo që përdor mekanizmat shtetëror për t'i kërcënuar, për t'i shantazhuar, për të thënë që nëse mund t'ikësh nga puna, po dole, po bëre këtë takimin atje, po dole hapur aty. Shikoni, unë po ju flas me kompetencën e njeriu që ka shkuar dhe ka folur qartazi me njerëz që kanë folur gojarisht. Antarët e Partisë Demokratike nëpër shtëpia, sepse nuk don që ta shohin antarët e tyre. Çfarë do të them unë? Edhe ai është shëndazim ose është presion nga antarët e vet, të lutem. Jemi pak më ashtu, nuk mund të hedhim. Jo, s'po hedha si gjë. Nuk po hedha si ka ndryshuar shumë me shkuar. Kohët kanë ndryshuar. 2010 I lem rrobat me lavatriçe sot, jo me dorë. Por atmosfera e frikës vazhdon. Do të themi gjë të tillë është. Ka ndryshuar, po ka ndryshuar për keq apo mirë. Kjo është një fakt. Kjo niveli i shikojnë gjithë qytetarët, jo ne. Do ta shikojnë rezultat, por të thuash shantazhin, ne heqin nga puna. Ka lidhje rezultati me klimën. Gjithë punonësit e administratës kanë frikë të shprehen. Nuk ka një pastrim siç ka qenë përpara. Kanë frikë të shprehen. Takimet dhe nuk pranojnë të dalin në fokus sepse kanë frikë. Mos ngatrojmë çështjen. Aty themi gjë. Ka njerëz që afrohen të më takojnë, po pra, unë po ju them, raste specifike, nuk po shpik raste, po ju them, po raportoj raste. Në këtë fushat që unë kam filluar, vinë njerëz më thonë, mund më takosh te kafe, po të lutem, jo 10 veta bashkë, sepse na filmojnë, na përgjojnë, na raportojnë e kështu me radhë.